Fjala ndër dhuratat më të mira që Allahu Dhul Gjelal i ka dhënë njeriut, që është mjet komunikimi, por është një armë fuqishme që mund të ndërtoj, sikur që është një mjet dhe një mundësi që mund edhe të shkatërroj. Në Islam, fjala nuk shifët si diçka e lehtë, por shifët si një amanet shumë i rëndë për të cilin njeriu do t'jap llogari para të Madhit Allah. Gjuha është pasqyrë e zemrës. Nëse zemra është e mirë, edhe fjalët janë të mira. Nëse zemra është e sëmur, edhe fjalët kanë me dalë të helmuara. Një pjesë e njerëzve thonë, unë vetëm fjalë jam kështu, në zemër jam ndryshe. Vallai, na skaner më ta lexu zemrën nuk kemi. Na jemi duket ndëgju. Mirë, po duhet ta dim se zemra është generali i tërë gjymtyreve tona. Pa thonë zemra, kur nuk hapët gjuha apo goja.